Tepelena tashmë do ketë kryebashkiakun e ri. Ai është Gramo Sako, i cili garoi në siglën e Partisë Socialiste, duke fituar ndaj kandidatit të pavarur, i cili pati mbështetjen e Partisë Demokratike Gabriel Guma. Pas përfundimit të procesit të votimit dhe të numërimit, Sako falenderoi qytetarët e Pelenas për besimin e dhënë, duke e cilësuar si një fitore të punës dhe përgjegjësisë. Pasi fushate të shkurtër, po një fushat model, një votim që u pa dhe në juve ditë sot në një kohë me rreshjet shumëta, po qytetarët dolën, votuan dhe shprehën vullnetin e tyre. Tani na lind ne detyrimi kryesor imi që t'i shërbejmë qytetarëve për punët të nisura, për ato që kemi projekte për mirënjohje pafund për qytetarët e Belenës, mirënjohje për Partinë Socialiste që kishte përcaktuar fitoren që në dita e parë që unë kam marrë rrugë deri tani. Rivali i tij Gabriel Guma pranoi rezultatin dhe e cilësoi procesin si një moment të reflektimi për opozitën. Pritshmëritë e mia ishin absolutisht shumë të mira, por duke qëndruar me këmbë në tokë, jemi okay. Me pjesëmarrjen e njerëzve, pa njerëz të imponuar, pa njerëz të detyruar, pritshmëritë janë okay. Nuk i them humbje personale, unë i them